Të pyetur, qytetarët e Librashtit thonë se uji vjen 24 orë në ditë dhe cilësia është rritur ndjeshëm. Megjithatë, sipas tyre, kjo nuk e justifikon dyfishimin e çmimit. Cilësia më e mirë, s'ka nevojë për ujë ble fare. 24 orë pa ndërprerje. Çmimi ka qenë shumë mirë, po nuk e di pse ka dyfishuar. Nuk e di, ka dyfishuar. Po ka qenë shumë i mirë çmimi. Ka shumë mirë, përse nuk e dim. Shumë i mirë është. E patëm më gëlqëror, tash kemi shumë të rregull. E çmimi është një të pak sa po. E përballoni? Do e përballojmë çfarë bëj. Uji duhet. Po deri tani është e mirë. Ne jemi të kënaqur me ujin e Librashtit e pim. Këto mirë mirë ka qenë, i pastra, i filtruar. 24 orë, sot ndërprerjen e vjen të qarrishte. Çmimin sigurisht që ka pak rritje, por nuk di ç'të them për këtë pjesë. Ç'të them? Me dia është e dur rritja, ai takon të rritet çmimi ku Librashti.